Dyshime për një vatër infeksioni me murtajen e ruminantëve të vegjël në bashkinë e Ersekës, sipas drejtorit të përgjithshëm të Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë, Roland Meçaj. Shërbimi veterinar i Juglindjes ka marrë mostrat e një tufe bagëtisht të dyshuara se të infektuara dhe janë dërguar për analiza laboratorike. Sipas analizave fillestare, tufa është konfirmuar si e infektuar me murtaj, por duhet pritur përfundimi i analizave. Murtaja e ruminantëve të vegjël duhet thënë që në fillim që është një sëmundje infektive që prek të imtat, kryesisht dëmt dhe dhit. Është një sëmundje fatmirësisht që nuk është sëmundje zoonotike, pra nuk duhet kemi probleme dhe shqetësime për njerëzit, pra është një sëmundje që dëmin e saj kryesor e ka një dëm ekonomik. Ne kemi patur disa raste dhe si vjet, pasi sëmundja është qarkullon, duke qenë që ishte vitin e kaluar, qarkullon edhe këtë vit në territorin e Shqipërisë. Kemi patur disa raste të konfirmuara, por e veçanta e këtij viti është që sëmundja infektive e ruminantëve të vegjël, por na shfaqet në zona dhe pa shenja klinike. Sipas analizave laboratorike, të cilat janë analiza laboratorike fillestare, janë analiza të bëra me serologji, ne kemi një konfirmim të një vatre në qarkun e Korçës dhe po presim përgjigjen e analizave të dyta me PCR, të cilat do të jenë analizat konfirmatore përfundimtare. Nga ana tjetër, drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë ka bërë me dije se të gjithë blegtorët në vend, përfshi ato të Juglindjes, të cilët vitin e kaluar kanë humbur fermat e tyre blegtorale për shkak të ruminantëve të vegjël, do të shpërblehen për dëmet e shkaktuara. Sëmundja e ruminantëve të vegjël apo murtaja e ruminantëve të vegjël që preku vjet Shqipërinë ka dëmtuar një numër prej rreth 2200 krerë të imta dhe gjithë vlera e këtij dëmtimi do të shpërblehet nga buxheti i shtetit. Është tashmë në proces kalimi i vlerave financiare sipas fermerëve, sipas vlerave të përcaktuara nga shërbimi veterinar, por edhe nga arebet, sepse kanë qenë pjesë e vlerësimit të gjitha kafshëve të dëmtuara vitin e kaluar. Vitin e kaluar ka patur me qindra krerë të imta të ngordhura për shkak të këtij infeksioni, ndërsa me urdhër të Ministrit të Bujqësisë së Fundi është ndalur shtegëtimi blegtorisë nga vendet fqinje, përfshi edhe Greqinë.